Përshëndetje nga sofra shqiptare. Për syfyrin e parë kam sjell mantija tradicionale me gjizë. Përgatitja është e thjeshtë, një recetë cilën e kanë përgatitur në për syfyre gjyshet nënat tona. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Sonte është syfyri i parë, andaj zgjedha që për këtë syfyr ta përgatis një syfyr tradicional, ashtu siç është përgatitur në çdo shtëpi shqiptare muslimane. Zakonisht janë përgatitur mantijat dhe kanë qenë një ndër të preferuar gjatë gjithë muajit Ramazanit për syfyr. Mirëpo tash janë më pak që konsumohet, mirëpo ende kemi atë nostalgjian dhe për atë arsye e zgjedha që syfyrin e parë ta bëj kështu në mënyrë tradicionale. Në fillim e morim një ejnë pak më të madhe, shtojmë një lugë gjelle me sheqer, një lugë gjelle me maja buke. Unë jam duke përgatitur mantija tradicionale, ashtu si që përgatit ke nëna ime më parë, me maja buke dalin shumë të mira. Ja shtojmë një goll 200 ml me qumsh të bakët, një goll 200 ml me ujë të bakët. Uji dhe qumshti nuk guxojnë asiset të jenë shumë të nxehta, pra duhet të jenë të vakta. E përzim kështu masën që të aktivizohet pak maja e bukës. Sheqeri ndihmon në aktivizimin e majës bukës. Mjaftueshëm është përzierja. Ja shtojmë një lugë gjelle jo të mbushur plot me krep dhe një lugë e gjysmë të gjellës me uthull të bardhë, uthull ushqimore 9%. Uthulla ndihmon që të bëhen më të shkreta, të ndohen flet këto mantija. Dhe në fund e shtojna millin. Masat e millit nuk dihen fikse për shkak të markës, mirëpo do na duhet i rreth 900-950. Në fillim e punojmë kështu me lugë, derisa të formullet ai çulli trash, dhe më pas shtojmë pjesën tjetër të millit duke e punuar me dorë. Asnjëherë nuk duhet ta shtoni të tërin millin, pra e shtoni kështu pjesë që t'ja kontrolloni trashësinë. Tash fillojmë që ta punojmë me dorë. E punojmë, duhet na del një brum si kiflëve. E punojmë derisa plotësisht largohet milli nga dora, brumi domethënë, sepse nevojitet pak një ngjeshje. Sa të ngjeshim, aq më të mira do dalin. Kam punuar brumin mirë, shkëputur nga dora plotësisht. Tash i hedhim pak vaj kështu, dhe vajin duhet ta përhapim gjithë sipërfaqen e brumit nga pjesa e poshtme e sipërme. Tash e mbulojmë inën dhe brumin e lajmë në ambient gradhuar që brumi dyfishohet për 1 orë 20 minuta, derisa masa e brumit të dyfishohet mirë, e lajmë që të pushojë. Derisa brumi i mantijave të dyfishohet, ne përgatisim harçin. Këtu kam 800 gram me gjizë. Tek unë gjiza ka krep, qofse te ju nuk ka, atëherë i hedhni sipas dëshirës dhe ja shtoj 400 gram me shmand apo oj kosi të ëmbël. Do i bëj shumë më të mira mantijat, më të shishme. Do i ëmbëlsoj kështu. Ojga e kosit do ëmbëlsoj gjizën dhe do dalin pak më të ëmbëlta, më të shishme. Dhe masën vetëm se e përzi mirë, kështu që gjiza dhe ojka të bëhen në një masë. Brumi i mantijave është dyfishuar mjaftueshëm. E largoj kështu nga emina brumit. Kalojmë tavolinë punës. Mirëpo në tavolinë pune hedhim miu. Largohet shumë lehtë, pasi kam hedhur vaj. Tash brumin e rrokollisim tek milli, është bërë brumi shumë i mirë, dhe brumin e ndajmë në 8 pjesë të barabarta. Secilës pjesë më duhet t'jap masinë një, dhe secilës pjesë të brumit ja jap formën e një kulaçi. E rrokollis kështu në mill.
dhe ja formën e një kulaçi. Sa më të lëmuar formën, aq më mirë. Marr fundi dhe i vendosi tek fundi kulaçt e formuar, hedhi pak miell tek fundi dhe i vendosi kulaçt. Në këtë mënyrë veproj me gjithë brumin. Kulaçt e formuar i mblojmë kështu me një foli najloni dhe sipër folisë e vendosi një pecetë kuzhine dhe i lë që të pushojnë dikon për 10 minuta në ambient dhome. Pasi kulaçt kanë pushuar për 10 minuta, marrim kulaçin e parë. Kulaçin i lojmë në njërin skaj të mandinës dhe fillojmë që të bëjmë hapjen e kulaçit të parë. E hapim kështu në një masi dikon 35-40 cm. Hedhim miell herë pas here gjatë hapjes. Kështu në këtë mënyrë e hapim duke kthyer brumin herë nga njëra anë, herë nga tjetra, derisa ta arrijmë masinë e dëshiruar. Kam hapur petën në masinë e dëshiruar. Këtu kam shkri gjalp dhe kam përzierë me vaj, nuk do i bëj të gjitha me gjalp, sepse do bëhen të rënda, kurse me vaj nuk do e kanë atë zhijën si që duhet, për atë arsye përzi gjalpin kështu dhe vajin, shtojmë kështu pak në sipërfaqe, e përhapim me dorë dhe bëjmë palosje. Në fillim nga njëra anë bëjmë palosje, nga ana tjetër dhe këtu tek mesi shtojmë pak gjalp, dikon një lugë të mesme, e përhapim, bëjmë palosjen e tretë dhe palosjen e katërt. Domethënë e bëjmë në formë të një katrore. Tash marrim një tepsi, hedhim pak miell, kështu. Vendosim petën e palosur, e mbulojmë me foli najloni. Këtë mënyrë i radhisim të gjitha kështu në tepsin dhe i mbulojmë me foli najloni. Tash marrim kulaçin e dytë dhe me kulaçin e dytë veprojmë në mënyrën e njëjtë. Hedhim miell dhe fillojmë që të bëjmë hapje. Gjatë hapjes, petën e kthej herë nga njëra anë, herë nga ana tjetër, derisa të jap masinë e njëjtë. Këtë mënyrë veprojmë me të gjitha, duke i hapur, duke i palosur dhe duke i vendosur në tepsi, duke i mbuluar me foli, nuk guxon t'i lajmë pa foli, sepse brumi do vendos një kore dhe nuk do dalin të mira mantijat. Hedhim miell sa herë që ka nevojë. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë. Kam palosur gjithë petat dhe i kam lyer me yndyrën, i kam vendosur në tepsi dhe i kam mbulu, si përkesës së najlonit ja vendosi një pecetë kuzhine dhe përsëri i lë që të pushojnë për 10 ose 15 minuta tjera. Petat e hapura kanë pushu, tash marrim petën që hapëm në fillim të parë, tjerat i mbulojmë përsëri dhe i lojmë në njërin skaj tavolinës punës. Marrim petën e hapur, i hedhim pak miell që mos ngjitet në tavolinë tonë dhe i japim një formë të një drejtkaqe. Unë duhet ta bëj trashësinë e njëjtë nga gjitha anët. Hedhim miell sa herë që ka nevojë dhe ja jap formën e dëshiruar. Kam hapur petën në masinë e dëshiruar, tash
tash nuk ka nevojë që t'i hedhim përsëri i ndyrë. Kështu nuk i shtojmë as vaj as djalp, as gjë i ndyrë si shtojmë, vetëm marrim harçin dhe ja vendosim në njërin skaj, kështu, që më pas të formojmë rolle. Bushje sa më shumë që i hedhni aq më të mira do dalin matijat. Mjaftueshëm ka bushje. Fillojmë rokollisjen. Bëjmë një rolle, kështu. Pak brumin e tërheqim dhe fillojmë që ta presim në copsa më të mëdha, më të vogla, varet se në çfarë masie i doni mantijat. Besoj se kjo masi është e mjaftueshme. Ju mund t'i bëni edhe më të mëdha nëse doni. Mi po më të vogla më mirë do rrinë në tepsi. Kështu në këtë mënyrë presim gjithë rolën e formuar. Tash i vendosim në tepsi. Tepsinë e lyer me vaj dhe i vendosim në këtë mënyrë, këtë pjesën në cilën është bushja, ja lëm në anën anësore të gjitha, kurse pjesën e brumit nga rrethet e tepsisë. Këtë mënyrë i radhisim në tepsi gjithë mantijat. Në mënyrën e njëjtë vazhdojmë tutje me brumin e 2, 3, 4 dhe kështu me radhë, ashtu siç kemi bërë renditjen, ashtu dhe bëjmë hapjen. Shkon më mirë ashtu sepse ka pushu brumi mjaftueshëm, hedhim mirë dhe fillojmë që të bëjmë hapje. Mënyrën e njëjtë i hapim të gjitha. Ju vendosim gjizë në mes, i rokollisim, mënyra e njëjtë shkon me të gjitha. Vërtet kanë dalë shumë të mira. Kjo recetë nëse e përgatitni për syfyre nuk do ta ndroni gjatë gjithë muajit Ramazan. Bëhen shumë të shijshme, dalin tamam si në përporrat e bukës. Mënyra e njëjtë vazhdon tutje. Gjithë mantijat i kam vendosur në tepsi, kam harruar që të cek se tepsia është me numër 40. Tash gjalpin e ngelur, ja kalojmë sepër, i spërkasim kështu. Dikon 3-4 lupë të jetë mjaftueshëm. Dhe gjatë kohës së përgatitjes e kam nxjerrë furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do i pjeki rreth 25 minuta. I kam larguar mantijat nga furra, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash sepër i spërkasim kështu me ujë që të zbuten dhe i lojmë që të tohen dhe janë gati për konsumen. Dhe syfyri është gati, i kam mbuluar kështu me një tepsi, janë tohur pak
ta largoj një dhe ta shihni se si ka ndalë. Vërtet ka ndalë buta si pambuku, besoj dhe shia nuk ka për m'ju mungu. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë mantija tradicionale për syfyr të mbushura me gjizë, ju bëfshi mirë. Ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komentet bukura, më mbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.